Isaku dhe Ebimeleku. Vargjet kyçet kapitullit. Atëherë Zoti ju shfaq dhe i tha: Mos zbrit në Egjipt, qëndro në vendin që do të them, qëndro në këtë vend dhe unë do të jem me ty dhe do të bekoj sepse kam për të dhënë ty dhe pasardhësve të tu tërë këto vende. Dhe do ta mbaj betimin që i kam bërë Abrahamit, babait tënd. Vargje 23. Dhe Isaku filloi të hapuse ujë që ishin hapur në kohën e Abrahamit, atit të tij dhe filistejt i kishin mbyllur mbas vdekjes së Abrahamit. Dhe u huri po ata emra që u kishte vënë babai i tij. Vargu 18. Atëherë ata u përgjigjen: Ne e pam qartë që Zoti është me ty, kështu tham le të bëjmë një betim midis nesh dhe teje dhe të përfundojmë një aleancë me ty. Dhe kështu ti nuk do të na bësh asnjë të keqe. Ashtu si ne nuk të kemi prekur, nuk të kemi bërë veç se të mira dhe ti kemi lënë të ikësh në paqe. Ti je tani i bekuar i Zotit. Vargjet 28-29. Kapitulli 26 është i vetmi kapitull i Zanafillës ku Isaku është autori kryesor. Pa Abrahamin, pa Jakobin dhe çfarë shohim? Një njeri që trashëgoi besimin e atit, por edhe gabimet e tij, e njëjta gënjeshtër për gruan, e njëjta frikë, por edhe e njëjta besnikëri e Perëndis. Mbron, bekon, ripohon premtimin dhe pas gjithçka je puset, gërmimi i heshtur, i durueshëm, i qëndrueshëm bën dëshmi e besimit të Isakut tek bota rreth tij. Konteksti historik dhe kulturor. Sërish zibuke. Sërish e njëjta provë si Abrahami. Kapitulli 12. Dhe Isaku fillon të bëjë të njëjtën gjë. Drejtimi i parë i mendjes ishte Egjipti, por Perëndia e ndaloi: Mos zbrit në Egjipt. Vargu 2. Dhe ja ripohoi premtimin e Abrahamit, fjalë për fjalë, pothuajse toka pasardhësit bekimi për kombet. Isaku trashëgoi jo vetëm pasurinë, por edhe thirrjen. Premtimi nuk ishte vetëm i Abrahamit, ishte i linjës. Gear, qyteti i Abimelekut, ishte qytet Filestinas, ku Abrahami kishte qëndruar më parë. Kapitulli 20. Prandaj gënjeshtra e Isakut për Rebekën nuk ishte thjesht frikë e çastit, ishte një model i trashëguar. Fëmijët mësojnë jo vetëm fjalët e prindërve, por edhe mënyrat e tyre të menaxhimit të frikës. Isaku kishte parë atë që kishte bërë Abrahami me Sarën, dhe kur erdhi çasti i frikës doli i njëjti instinkt. Ky nuk është një justifikim, është realitet, dhe na tregon se puna shpirtërore e prindërve ka nevojë të shkojë deri tek rrënjët, jo vetëm tek sjellja e jashtme. Zanafilla 26 vargjet 1 deri në 6. Mos zbrit, mësimi i parë i Isakut. Zoti i tha Isakut: Mos zbrit në Egjipt, rri këtu, dhe i dha arsye: sepse ty dhe farasate do t'u jap të gjitha këto toka. Vargu 3. Isaku kishte zgjedhje, ta dëgjonte Perëndin dhe të qëndronte apo ta ndiqte instinktin dhe të zbriste. Zgjodhi të dëgjonte. Isaku banoi në Gerar. Vargu 6. Ky është testi i parë dhe Isaku e kaloi. Por vini re, Perëndia nuk i tha do të zhduk zin, i tha rri dhe do të jem me ty. Prania e Perëndis nuk premton mungesën e vështirësisë, premton shoqërinë e tij brenda saj. Vargjet 7 deri në 11. E njëjta gënjeshtër, e njëjta mbrojtje. Ajo është motra ime, fjalë për fjalë si Abrahami të kapitullit 12-13 dhe kapitullit 20 vargu 2. Por kjo herë nuk ishte as gjysmë të vërtetë. Rebeka s'ishte motra e Isakut, ishte gruaja e tij. Frika kishte ndërtuar gënjeshtër të plotë, dhe kësaj here nuk ishte Perëndia që e zbuloi, ishte Abimeleku vetë, duke parë nga dritarja Isakun dhe Rebekën duke qeshur së bashku si çift. Vargu 8. Fjala qeshur në origjinal është sërish Sahak, e njëjta rrenjë me emrin Isak. Isaku bënte Isak me gruan e vet, gjë natyrshme mes bashkëshortësh, jo mes vëllezërish. Abimeleku e kuptoi me një herë dhe sërish pagani qorton besimtarin. Çfarë na ke bërë? Pak mungoi të fëlliqej ndokush me gruan tënde? Vargu 10. Ky kapitull tregon se gabimet e prindërve nëse nuk trajtohen kalojnë tek fëmijët, por edhe mëshira e Perëndis kalon. Vargje 12 deri në 17. Bekimi që shqetëson. Isaku mbolli atë vit dhe korri 100 fish. Vargu 12. Bekimi ishte i jashtëzakonshëm, pikërisht në vitin e Ziz, dhe pastaj u bë i madh dhe vazhdoi të bëhej gjithnjë më i madh derisa u bë shumë i madh. Vargu 13. Teksti e thot 3 herë me radhë, siç bënin në hebraisht kur donin të theksonin diçka të rëndësishme, por bekimi i madh solli problem të madh.
Filistejnë të zunë u tërbuan kundër tij, vargu 14. Bekimi i Perëndis mbi besimtarin shqetëson botën rreth tij. Nuk është gjithmonë budalliku ynë ose gabimet tona që krijojnë tension me botën. Ndonjëherë është thjesht prania e bekimit. Dhe Abimeleku e kërkoi largimin e tij. Je bërë shumë më i fuqishëm se ne, vargu 16. Isaku iku pa grindje, pa debate, pa dritë të madhe, u largua me qetësi. Vargjet 18 deri 25, puset besimi i durueshëm. Dhe tani skena që i bën Isakun unik ndër patriark, gërmimi i puseve. Ai gërmoi sërish puset që Abrahami kishte gërmuar dhe filistejnët i kishin mbyllur, vargu 18. Ruajti kujtesën e të Atit, pastaj gërmoi puset e reja. Filistejnët i mbyllën përsëri dhe u grindën me njëri tjetrin. Eseka, vargu 20, Zank, Sitna, vargu 21, armiqësi. Isaku nuk luftoi, lëvizi dhe gërmoi sërish dhe të tretin e quajti Rehovot, gjerësi, sepse tani Zoti na ka bërë vend gjerësi. Ky është karakteri i Isakut, jo luftëtar, por durimtar, nuk humbi kohë duke u zënë. Ai shpenzoi energji duke gërmuar. Çdo grindje e re e çoi drejt gërmimit të ri dhe pusi i tretë qëndroi, sepse ishte larg grindjes. Ndonjëherë largësia nga konflikti është rruga drejt qetësisë dhe natën pas Bershevës Perëndia ju shfaq. Mos ke frikë sepse un jam me ty, vargu 24. Fjalët e njëjta që i kishin thënë Abrahamit 15:1. Isaku ndërtoi altar dhe thirrri emrin e Zotit, gjurma familjare e trashëguar nga ai atë. Vargjet 26 deri në 33. Abimeleku vjen dhe njeh bekimin. Pastaj surpriza e madhe. Abimeleku vetë erdhi te Isaku, ai njeri që e kishte dëbuar, me këshilltarin e tij dhe kapitenin e ushtrisë dhe tha qartë: "Kemi parë qartë se Zoti është me ty", vargu 28, edhe armiku e pa dhe kërkoi paqe. Isaku mund kishte thënë: "Ku ishe kur më dëbove?" Por bëri darku betuan u ndan miqësisht. Madhëria e Isakut nuk e mbajti mërinë, dhe atë ditë shërbëtorët i dhan lajm: "Gjetëm ujë." Pusi i ri i kishte dhënë. E quajti Sheva, betim, dhe vendi u quajt Bersheva si në kohën e Abrahamit 21:31. Historia përsëritej me besnikëri. Vargjet 34-35. Esau dhe gratë, dhimbja e prindërve. Kapitulli mbyllet me dy vargje që shpesh humbasin pas historisë së puseve, por janë shumë të rëndësishme. Esau në moshën 40 vjeç mori 2 gra hitite dhe kjo u bë i dërim shpirti për Isakun dhe Rebekën. Vargu 35. 2 fjalë hebraike, morat ruha, fjalë për fjalë, i dërim fryme, pikëllim shpirti. Njeriu që shiti të drejtën e të paralindurit për sup, tani mori gratë nga popujt e Kanaanit, duke injoruar gjithçka që kishte bërë Abrahami për të garantuar nusën nga familja e besimit, kapitulli 24. Esau nuk e kuptoi rëndësinë as të paralindurit, as të martesës brenda linjës së beslidhjes. Prindërit e paguan emocionalisht. Kjo sken na e hap kapitullin 27, ku Rebeka do të veprojë ndër të tjera sepse e dinte se cili djalë meritonte bekimin. Fjalët kyçe të kapitullit: mos zbrit, vargu 2, 2 fjalë për vendim i madh. Folja origjinale e radhë, e njëjta me zbritjen e Abrahamit në Egjipt 12:10 dhe zbritjen e Perëndisë në Babel 11:5. Por Perëndia thot mos zbrit ka arsye, edhe kur arsyeja nuk shihet ndonjëherë, bindja ndaj mos zbrit shpesh kërkon më shumë besim se sa bindja ndaj shkop. Rehovot, vargu 22. Emri origjinal Rehovot nga rrënja Rahav, gjerësi, hapësirë. Tani Zoti na ka bërë një vend me gjerësi. Pas 2 grindjeve Isaku nuk dëshpërohet e mëron gëzimin e hapësirës së gjetë. Besimtari durimtar nuk e mat jetën nga grindjet, e mat nga Rehovot që Perëndia i hap pas tyre. 100 fish, vargu 12. Fjala origjinale me sheharim 100 herë, korrja mesatare ishte 10 fish, 100 fish ishte mrekullore dhe e dukshme. Perëndia bekoi Isakun me bollëk të pamundur, pikërisht në vitin e zisë, pikërisht tek fqinjet që dyshonin. Bekimi i tij nuk fshihet, shfaqet para syve të gjithkujt. Eseka, Sitna, Rehovot, vargu 20 deri 22. 3 puse, 3 emra, Eseka, Zank, Sitna, armiqësi, e njëjta rrënjë me Satan. Rehovot, gjërësi, rruga e besimtarit durimtar shpesh ka të njëjtën strukturë, Zank, armiqësi dhe pastaj gjërësi. Nuk kalohet te Rehovot pa kaluar para te Eseka dhe Sitna. Lidhja me Krishtin dhe dhjatën e re. Isaku gërmoi puse dhe ujin që gjeti e ndau me të tjerët. Jezusi, duke folur me gruan samaritane tek pusi i Sikarit,
Tha, kushdo që pi nga uji që unë do t'i jap nuk do të ketë kurrë më etje, do të bëhet burim uji që kufon për jetë, përjetshme. Gjoni 4:14. Isaku gërmoi puset dhe ndaloi konfliktet duke lëvizur. Jezusi uli murin e ndarjes të armiqësisë, Efesianët 2:14. Jo duke u larguar, por duke qëndruar dhe duke dhënë veten. Isaku ishte hija, Krishti është uji i vërtet. Dhe tema e zënkës, armiqësi, gjerësi, gjendet edhe te Romakët 5:1-5. Duke qenë pra të shfaqsuar me anë të besimit, kemi paqe me Perëndin dhe jo vetëm kaq, por gëzohemi edhe në mundime, duke ditur se mundimi prodhon durim, durimi prodhon karakter të provuar dhe karakteri i provuar prodhon shpresë. Vargjet 1 dhe vargjet 3-4. Ese ka sitna Rehovot, mundim, durim, karakter, shpresë. Isaku nuk e dinte që po jetonte, Romakëve 5, por po e jetonte. Çdo eseka dhe sitna e jetës sate s'është fundi i historisë, është mëngjesi para Rehovot. Dhe Krishti që kaloi nëpër kryqin e sitnës së madhe u ngrit në Rehovot e ringjalljes dhe na hapi rrugën. Aplikimi për ne sot. Në fshatra kishte dikur burra që gërmonin puse me dorë, punë muesh, me lopate, me durim, metër pas metri nën tokë. Nuk kishte garanci se do të gjenin ujë, por nuk ndalon dot nga gërmimi kush ka etje. Isaku ishte ai lloj njeriu, gërmoi, u zun, lëvizi, gërmoi sërish, pa britm, pa humbje kohe. Nga ky kapitull mësoj. Së pari dëgjo mos zbrit para se të lëvizësh. Para çdo vendimi të madh, largimi, ndryshimi, ikja nga vështirësia, pyet, a është ky instikti im i frikës apo thirrja e Perëndisë? Isaku dëgjoi, mos zbrit dhe qëndroi. Ndonjëherë besimi më i madh nuk është të shkosh, por të qëndrosh aty ku Perëndia të ka vendosur, edhe kur dhan. Së dyti, pranoje se mënyrat e frikës trashëgohen. Isaku e trashëgoi gënjeshtrën e Abrahamit, nuk e bëri me qëllim, doli nga instikti, pyet e veten, cilat mënyra menaxhimit të frikës i ke marrë nga prindrit, arrethi, shoqëror, të ndaluarit e të qenit i pandershëm, manipulimi, tërheqja, nuk ndodhin në mënyrë automatike. Kërkon vedije dhe punë. Mësimet e Perëndisë janë të disponueshme, por duhen zgjedhur me vedije. Së treti, gërmo, lëviz, gërmo sërish. Isaku nuk humbi kohë duke debatuar me ata që i mbyllën pusin. Lëvizi dhe gërmoi tjetrin. Kjo ishte urtësi praktike e besimit. Ka konflikte që nuk ja vlen ti luftosh, ja vlen të lëvizësh dhe të investosh energjinë diku tjetër. Jo çdo grindje meriton kohën tënde. Pyete, apo gërmoj unë, apo po zihem. Së katërti, emërto Rehovot e jetës sate. Isaku i vuri emër pusit të tretë, gjerësi. Pas çdo periudhe glindjesh dhe vështirësisë, kur Perëndia hap rrugë, shënoje. Shkruaj, trego, këndo, bëj histori familjare. Emrat e puseve të Isakut mbeten të shkruara sot. Edhe Rehovot e tua mund të bëhen trashëgimi për brezin tjetër. Së pesti, beso se bekimi jot është dëshmi para botës. Kemi parë qartë se Zoti është me ty. Abimeleku e pa, Isaku s'predikoi asgjë, gërmoi puse dhe mbolli. Por jeta e tij u bë predikim i gjallë, besimi që jeton, jo vetëm i predikueshëm, është ai që ndryshon mendjen e armiqve. Fqinjet dhe kolegët janë Abimelek të mundshëm, duke parë si jetoni, duke parë bekimin e Perëndisë. Së gjashti, bëj paqe pa mëri. Abimeleku e kishte dëbuar Isakun, dhe Isaku bëri darkë me të, pa qortim, pa e mban mend çfarë më bëre. Meria e mbajtur është pus i mbyllur, bllokon ujin, njeriu që fal dhe bën paqe gjen dhe ujë. Paqja e bërë nuk thot se padrejtia ishte e mirë, thot se bekimi i Perëndisë është më i madh se thyrja e njeriu. Vazhdo ec përpara. Çfarë mësuam? Zanafilla 26 na tregon Isakun protagonist të vetëm për herë të parë, me provën e zizë dhe mos zbrit, gënjeshtrën e trashëguar dhe mbrojtjen e ripohuar. Bekimin 100 fish dhe që shqetëson fqinjët, 3 puset, Eseka, Sitna, Rehovot, dhe karakterin e besimtarit që duron, që gërmon, lëviz, gërmon sërish, bekimin e Bershevës dhe Abimelekun që erdhi vetë. Kemi parë se Zoti është me ty. Historia e Isakut nuk është aq dramatike sa e Abrahamit,
por ka diçka të vetëm, besnikëria e qetë, e heshtur, e vazhdueshme. Dhe kjo gjithashtu është besim. Mbaje mend këtë varg. Rri në vendin që do të tregoj unë dhe unë do të jem me ty. Zanafilla 26, vargu 3. Ndonjëherë Perëndia nuk të dërgon diku tjetër, të fton të qëndrosh dhe premton praninë e tij aty ku je. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me ju, Zoti ju bekoft.